Një skemë e frikshme aq e sofistikuar, me qëllim vjedhjen e 10 milion euro, i ka fillesat në vitin 2021, në kohën kur Kesh shiste sasi të mëdha energjie elektrike në treg për shkak të situatës së mirë hidrike. Disa kompani përfituese kontratash, sidomos EFT dhe Enertrade, ndonse shpalleshin fituese për blerje energjie elektrike nga Kesh në profilin base load ose profil nate, me çmim shumë të ulët ose të papërfillshëm në shumë raste, merrin energji elektrike nga Kesh në profil pik. Atëherë kur çmimi i energjisë ishte shumë i lartë, duke përfituar kështu nga një diferencë në çmim që shkonte deri në 100 euro megawatt-orë, në një kohë kur kontratat përcaktoheshin saktësisht harkun kohor të lëvrimit të energjisë elektrike, pra profilin, Kesh lëvronte energji elektrike sipas dëshirave të kompanive fituese, duke i shkaktuar portofolit të vet dëme që shkojnë 10 miliona euro. Një praktikë në dukje e komplikuar, por që ka në themel thjesht diferencën e çmimit të energjisë në orë. Por rrjedhoi, kompanitë e ndershme në treg eliminohen paraprakisht nga gara në funksion të vjedhjes së parave publike. Por siç rezulton më vonë, ky ishte vetëm fillimi, sepse me ardhjen e Ergyz Verdho në detyrë, skema mori për masa të paimagjinueshme për të zhvilluar aktivitete në shkallë të gjerë. Verdho zhbëri procedurat e tenderimit dhe nisi të aplikonte platformën e tregtimit të energjisë, platformë e cila ofron zero siguri dhe zero transparencë. Me daljen në skenë të platformës si për çudi, të gjitha ofertat e kompanive që shpalleshin fituese ndryshonin nga të tjerat me vetëm 1 deri në 10 cent. Kështu u hap rruga për abuzime në shkallë të gjerë. Në kulmin e krizës energjetike, kompania EFT shpallet fituese në tenderin e organizuar nga Kesh për furnizim të Kesh me energji elektrike, 150 megawatt në orë base load për muajin mars 2022, por për habi, ndonse vendi përballej me krizën më të rëndë të viteve të fundit. EFT nuk lëvron për 2 javë as 1 megawatt-orë energji elektrike, duke pritur kohë me çmime më të mira në treg. Pritja ja vlen gjithmonë dhe kompania shpërblehet kështu me miliona euro në shkelje flagrante të kontratës dhe humbjeve marramëndse shkaktuar financave të Kesh. Edhe pse të gjitha këto kompani kanë detyrim për njoftim kontrate të OST, është i dyshim të fakti se si operatori i transmetimit nuk shqetësohet fare, ndonse është në djeni të plotë të asaj që po ndodh. Me manipulimin e procedurave të tenderimit përmes të ashtu quajturës platformë, ushtrua rruga për të përjashtuar de facto kompanitë serioze nga gara dhe aplikimi i manipulimeve me profilet e shitjes dhe blerjes së energjisë elektrike, sipas dëshirave të kompanive të seleksionuara më parë. Kjo histori vijon ende dhe kostot sa vinë shtohen.